Tutorial për përdorim të tastaturës. Tastatura me butona të mëdhenj është pajisja e jashtme, periferike, e cila çelet me lehtësi nëpërmjet qasjes USB. Kjo tastaturë ka sipërfaqe më të madhe dhe numër më të vogël butonash. Ekzistojnë tastatura bardhëzi dhe larmishme, kurse përzgjedhja varet nga nevojat e atij i cili e përdor. Tastaturën bardhëzi me butona të mëdhenj më shpesh e zgjedhin personat me shikim të dëmtuar. Tastatura e larmishme është e mirë për mësim të shkrim-leximit, sepse me ngjyra të ndryshme ndahen bashkëtingëlloret nga zanoret. Tek ne mund të gjenden vetëm tastatura me letra latine. Kjo mund të përshtatet lehtë me ngjitse në të cilat do të shkruhen shkronjat kirilike. Ekzistojnë edhe tastatura virtuale, në rast kur tastatura nuk mund të përdoret fizikisht. Tastaturat virtuale janë vendosur në çdo sistem operativ. Puna e tastaturës virtuale bëhet nëpërmjet pajisjeve për kontroll të treguesit. Shikojeni tutorialin për përdorim të pajisjeve për kontroll të treguesit, i cili mund t'ju lehtësojë përdorimin e tastaturës virtuale.